që historinë e jetës teme e kom kallëzu aq shumë sa që mendoj që kam thyrë tabuja këtu në Kosovë. Edhe për herë të parë kam folë senet private, sepse më ka pengu që njerëzit të cilët janë fytyra publike me mshef privatësinë e vetë. Na i kontribojmë njerëzimit, shoqënisë tonë edhe shikuesve nëse e tregojmë jetën tonë. Shumë e qartë, shumë e vërtet. Po tregon pak çysh ka qenë fëmijëria jote? Me të kallëzu drejtën, fëmijëria ka qenë aq e mirë sa që mase më ka dalë për hune. Unë kam pas një thot edhe astrologjia, po në përgjithësi e di që gjatë jetës, ciklit jetësor, ose keme pas vështirësi në familji, ose keme pas në mes, ose në pleqni. Unë e kam pas fatin që me pas një familji shkëlqyshme, e kam pas një familje shumë të mirë, kam marrë bazat e Antigonës në fakt janë ata. E kam pas një babë dhe një nanë të cilët më kajnë eduku, mendoj unë sot, në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse sot unë jam prind vetë edhe kuptoj se çka është prindrimi, edhe tash e shoh se sa kanë qenë në fakt korrekt me mu, megjithëse në atë kohë kanë qenë mënyra tjera të edukimit, sot kemi fare tjetër edukim për të rit tonë, po prap mendoj që ajo mënyra e tyne ka qenë ma e duhur.